Miqtë e mi, përshëndetje, ju them dhe njëherë mirëmëngjes. Pas siglës ne takohemi për të filluar rrugtimin tonë të çdo mëngjesi në emisionin Rrezet Dielli. Do të jemi direkt edhe sot duke filluar nga ky moment deri në orën 11. Përpara se të hymë në hapësirat tona dhe unë t'ju bëj me dija të çka do të keni mundësinë të ndiqni sot, fillimisht e të hedhim së bashku një vështrim mbi agjendën e aktiviteteve zyrtare, e cila shpallet çdo ditë. Atëherë fillojmë në fakt në aktivitetin e parë në orën 9:30 të mëngjesit. Pritet që ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu të marrë pjesë në ceremoninë e 1 vjetorit të projektit USAID-it për financimin e fermerëve të agrobiznesit. Në orën 10 në Muzeun Historik Kombëtar pritet që nga drejtori i këtij institucioni Melsi Labi të bëhet një analizë 1 vjetore e institucionit, ku ka qenë dhe situata që gjendet aktualisht. Përsëri në orën 10 zhvillon punimet Komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njerëzit. Sërish në orën 10 zhvillon punimet Komisioni për ekonominë dhe financat. Në orën 11 Komisioni për veprimtarinë prodhuese, tregtinë dhe mjedisin. Ndërsa në orën 11 në ABA Center, në sallën e konferencave, Ministri i Ekonomisë së Kosovës në drejtimin dhe të zonjës Edith Harxhi organizon forumin në 7 vjet nga pavarësia e Kosovës për marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë. Në orën 13 zhvillon punimet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në fakt me disa projekt vendime, është një situatë parapërgatitore për vitin zgjedhor, le të themi. Ndërsa në orën 14 përpara kryeministrisë do të ketë një protestë për sa i përket ndërtimeve pa leje në zonën e liçenit artificial në kryeqytet. Kjo ka qenë shkurtimisht agjenda zyrtare e ditës së sotme, ndërkohë që nëse i referohemi emisionit ton Rrezet Dielli, ne si përherë do të fillojmë bashkë me horoskopin, duke ju uruar fat të gjithëve ju që na ndiqni. Më pas do të ndjekim tabelën ton meteorologjike për të parë se si do të ndryshojë moti dhe temperaturat për ditën e sotme dhe për ditët në vazhdim. Më pas do të ndjekim almanakun e ditës për të plotësuar kuriozitetin e të gjithëve ju që na ndiqni dhe sigurisht do të lëmë një minutazh të shkurtër dhe faqeve kulturore të shtypit të shkruar të gazetave për atë ditës së sotme. Më pas do të jetë momenti i temës së ditës ku ne do të përqendrohemi pikërisht tek protesta përpara kryeministrisë orës 14, ku shoqëria civile proteston për ndërtimet pa leje tek zona e liçenit artificial. Do të kemi në studio zotin Sazan Guri për ta diskutuar më gjerësisht këtë çështje. Do të vi edhe përfaqësuesi ligjor, i cili do të na flasë në mënyrë më të saktë për sa i përket të pikpamjes legjislative të kësaj çështje. Ndërkohë ne do të vijojmë më pas me momente të tjera. Të gjithë ata që kanë dëshirë ta nisin mëngjesin me dinamik mund të stërviten duke ndjekur hapësirën Good Morning Fitness nën këshillat e instruktores ton Malvina Suku. Sigurisht edhe sot, si çdo ditë, nuk mund të mungojë zonja Tefta, ne do të zhvendosemi rreth orës 9:10 në kuzhinën tonë, do të gatuajmë bashkë dhe ju do të keni mundësinë që të shikoni praktika të reja për bërës të shëndetshëm dhe receta të shijshme të cilat ne do të realizojmë direkt në kuzhinën tonë. Nëse i referohemi 2 momenteve të fundit të emisionit tonë, fillimisht ne do të kemi të ftuar një zotëri i cili publiku shqiptar ka pasur mundësi ta shijojë në interpretimin e rolit Gianni Schicchi në operën e Puccinit. Gjithashtu do të kemi të ftuar dhe mezzosopranon Vikena Kamenica dhe do të ndajmë së bashku disa emocione për sa i përket 2 veprave më të fundit që janë mbajtur në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Dhe sigurisht si përherë do ta mbyllim me hapësirën e mjekut, ku sot kemi zgjedhur t'ju japim këshilla për sa i përket epidemisë së gripit, le të themi këtë vit ka pasur vërtet shumë problematika. Atëherë, e fillojmë njëherë me horoskopin dhe më pas vijojmë me momente të tjera. Horoskopi i ditës së sotme. Dashi. Kur planeti i Marsit vjen në shenjën e Dashit në datën 19 shkurt do të ndjeni si njeri i ri. Për fat të mirë do dilni në pa, tani pasi keni zhëndruar shumë kohë pas skenave. Hëneret do t'ju shtypur të qenë më filozofik, më intelektual dhe më shpirtëror. Përpiquni të gjeni balancën. Demi. Do t'ju jepet një hënë e re që sërish qëndron në zonën tuaj të karrierës në datën 18 shkurt, duke ju dhënë një tjetër sukses dhe një fillim të ri. Pjesa e dytë e kësaj jave do të jetë një moment i mirë për të çliruar dhe të drejtoni syt nga e ardhmja.
Binjakët, hëna e re vjen në sektorin e karrierës dhe të statusit tuaj dhe do të jetë një fillim i mirë për ju. Përpara se të bëni debutimin tuaj, do duhet të trajnoheni. Mos harroni t'i falni vëmendjen tuaj të tjerëve. Me planetin e Neptunit në hënën e re, ambicia juaj do ketë gjithashtu më shumë altruizëm. Gaforia. Kjo pjesë e vitit nënvizon ato gjëra të cilat janë më të rëndësishme për ju dhe kjo do të thotë gjëra brenda dyreve të shtëpisë. Përpiquni të ndani çdo mendimin tim me partnerin tuaj. Hëna e re do t'ju shtyjë të bëni diçka të tillë. Luani, hëna e re do t'ju sjell pak déjà vu, duke qenë se do reflektojë në sektorin tuaj të marrëdhënieve, mund t'ju jap një mundësi të dytë për t'u rikthyer me dikë. Do merrni një vendim të rëndësishëm gjatë ditëve që vijnë. A do bashkoheni me partnerin apo do vendosni të ndaheni? Virgjëresha, mund të ketë kaluar një muaj nga viti i ri, por javët e fundit ka qenë një mundësi fantastike për të rishikuar shëndetin tuaj. Dhe gjithashtu mirëqenien dhe planet në këtë drejtim gjatë 2015-s. Mund të jeni rikthyer palesтрës ose të keni përdorur teknologji që do t'ju ndihmojnë të qëndroni besnik planit tuaj të përmirësimit fizik. Peshorja, hëna e re qëndron në sektorin tuaj të romancës, të argëtimit dhe ky është pozicioni juaj i preferuar. Hëna e re do të jetë në sektorin tuaj të romanticitetit për ca kohë, kështu që Saturni do t'ju bëj pak presion për të marrë një vendim rreth një romanceje. Akrepi. Planeti i Marsit, i cili është drejtuesi juaj, do arrijë në shenjën e re të dashit në një periudhë 5 javore. Marsi në shenjën tuaj do t'ju shtyjë të motivojeni të organizojeni dhe të filloni një regjim të ri fizik. Sot dhe nesër është një moment i mirë për të reflektuar përpara ardhjes së hënës së re. Shigjetari. Brenda këtyre ditëve do t'ju vijë një përgjigje mjaft e bukur. Fundi i muajit shkurt fillon t'ju karikojë dhe kjo energji ju mungonte prej shumë kohësh. Tani mund të vendosni të ndryshoni drejtim në punë apo në dashuri dhe përjetoni një emocion të veçantë. Briciapi. Sot fillohet me hënën në shenjën tuaj zodiakale. Brenda fundit të muajit shkurt do të keni shumë për të diskutuar. Sa i përket punës do ndjeheni pak nervoz, por do t'i çoni gjërat përpara në rregull. Nëse mendoni se ju është bërë një padrejtësi, do të bëni të mirë të flisnit. Në dashuri mund të nisë një periudhë e çuditshme. Ujori, brenda ditës së sotme keni mundësi të fitoni një sfidë, por më tepër brenda fundit të muajit mund të bëni protagonist të një historie dashurie. Kujdes për ata që kanë një çështje ligjore apo diçka tjetër që e keni lënë pezull, do t'ju bënte mirë t'i kushtonit më shumë vëmendje. Peshqit. Sot ndjeheni shumë të karikuar, situatat që kanë lindur së fundmi në nivelin dashuror mund të ecin përpara shumë shpejt. Nëse jeni në krizë brenda muajit qershor, duhet të rivendosni përfundimisht rrugën që do të merrni. Do të kalojmë për të gjithë kuriozët tek almanaku i ditës. Le të zbulojmë më tepër detaje së bashku rreth datës së sotme. E ndjekim. Tetëmbëdhjetë shkurt 2015, dielli ka lindur në orën 6:32 minuta dhe do të perëndojë në orën 17:18 minuta. Kohëzjatja ditore do të jetë 10:45 minuta e 28 sekonda. Më 18 shkurt të vitit 1900 ka ndëruar jetë matematicieni Eugenio Beltrami. Ai ka lindur në Cremona dhe ka ndëruar jetë në Rom dhe ishte matematicien me vlera të mëdha. Ishte pjesë e Universitetit të Pavjas dhe në vitin 1862 u bë profesor i algebrës dhe gjeometrisë analitike në Universitetin e Bolonjës dhe më pas profesor i gjeodezisë në Universitetin e Pizës dhe në vitin 1898 u emërua presidenti i Akademisë prestigjioze të Linceit. Kontributet e tij janë të vlefshme në fusha si elektromagnetizmi, termodinamika e të tjerë. Më 18 shkurt të vitit 1954 lind aktori hollywoodian John Travolta. Ai ka qenë një nga emrat dhe vijon të jetë një nga emrat më të pëlqyer të kinematografisë amerikane.
Disa nga filmat e tij më të njohur janë I ragazzi del sabato sera, Get Shorty, Pulp Fiction, Grease e të tjerë. Gjithashtu Travolta është mjaft I njohur për shkak të çmimeve që ka fituar, kur e ndit Golden Globe, 2 nominime për çmimin Oscar, si dhe një Golden Globe si aktori më I mirë në komedinë muzikore Get Shorty në vitin 1996. Më 18 shkurt të vitit 1967 lind futbollisti italian Roberto Baggio. Ai është një nga emrat më të njohur të futbollit italian. Ka qenë pjesë e skuadrave të ndryshme si Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Brescia, Bologna e të tjerë, ku ka patur gjithmonë rolin e sulmuesit. Ka fituar çmime të ndryshme si Topi I Art e të tjerë. Fjala e urtë, guri I rënd në vend të vet. Kuriozitet. Një këngëtar në një lokal nate britanike ka habitur të gjithë kur në tren nga Glasgow në Hamilton ka nisur të këndojë a capella këngën e njohur të Pavarotit Nessun Dorma. Performanca e këngëtarit William Boyle është shoqëruar me qetësi nga pasagerët në tren dhe më pas të gjithë kanë brohoritur të ngazëllyer pas këtij interpretimi. Video e tij në YouTube është duke u klikuar çdo ditë më shumë, gjithashtu ai është ftuar në disa emisione televizive. Miqtë e mi, ja ku vazhdojmë të jemi sërish së bashku, unë kam vendosur përpara gazetat kryesore të ditës së sotme dhe ne do të shfletojmë vetëm faqet kulturore siç bëjmë çdo mëngjes. Le të fillojmë me të përditshmen e parë, shqiptarja.com. Në gazetën shqiptarja.com lexojmë: Pëllumb Kallfa ju rrëfej fotot e rralla të babait tim. Si ja shtroi Enveri Khrushovit rrugën me trëndafila dhe detyroi të ecte mbi ta. Momentet nga çlirimi I Tiranës, udhëheqësit e të tjerë. Këto foto janë dhuruar fototekës kombëtare Marubi në Shkodër. Ndërkohë, kalojmë në faqen tjetër, garanci për artistët, Ministri Akumbaro shprehet, cirku kombëtar nuk do të cënohet në asnjë moment. Vijojmë pak më poshtë me një shkrim tjetër, Gjirokastra dhe Elbasani fillojnë fazën e koncerteve folklorike zonale. Kalojmë në faqen tjetër, përsëri në gazetën shqiptarja.com. Bekim Fehmiu, vizita e panjohur në shpellën ku u ndesh Odiseu me ciklopin. Shprehet Bardosh Gaçe, Fehmiu e kishte patur ëndër të vizitonte shpellën, ku sipas mitologjisë ishte ndeshur Odiseu me ciklopin. Në atë skenë fakt është fiksuar dhe filmi Uliksi, ku rolin e protagonistit e ka interpretuar aktori Bekim Fehmiu. Kjo ka qenë gazeta shqiptarja.com, ndërkohë ne do të ndalemi tani në faqet e një tjetër të përditshme, konkretisht në gazetën Panorama në faqen 21. Gazeta Katolike zhiti një nga shkrimtarët më të mëdhenj shqiptar, përkthehet në gjuhën italiane Perëndia mbrapsht dhe e dashura. Avenir, një roman që nxjerr në pa cilësinë, vlerën dhe tensionin moral e fetar të autorit. Poezitë e Visar Zhitit botuar në gjuhën kineze. Ndërkohë që është shprehur dhe politika, konkretisht Aldo Bumshi, qeveria të konsultohet me presidentin për Visar Zhitin. Është një çështje në fakt që ka ditë që diskutohet, shpresojmë që ka marrë rrugën e duhur. Kjo ka qenë dhe gazeta Panorama, do të kalojmë tani në faqen kulturore të gazetës Shqip. Në gazetën Shqip lexojmë: Kinemaja rrugë e gjatë për në Berlin. Një shëtitje në rrugën e yjeve, prapaskenat e një prej eventeve më të rëndësishme të kinematografisë botërore. Ç'po ndodh me filmin sot? Bëhet fjala për festivalin e Berlinit të këtij viti, I cili sapo ka shpallur fituesi dhe është mbyllur për këtë vit pra. Koha e kinemas së vendeve të panjohura, presidenti I festivalit të filmit dhe një nga drejtuesit e Berlinales për më shumë se 38 vjet flet për historinë 65 vjeçare të filmave në Berlin, ndjesitë për filmin shqiptar dhe miqësia e hershme me Wim Wenders. Kjo ka qenë faqja kulturore e gazetës Shqip. Do të kalojmë tani në një tjetër të përditshme në gazetën Dita. Kastri në vik të Mirditës si origjina e kastriotëve, teza dhe antiteza për dhënë origjinën e familjes së shquar.
çfarë thon burime dhe autor me prestigj për zanafillën e kastriotëve. Përse kastri është variant më i mundshëm dhe logjik. Atëherë, miqtë e mi, në mënyrë të përmbledhur, këto kanë qenë edhe argumentet kulturore që ju mund t'i lexoni vetë më gjërësisht në gazetat e ditës së sotme. Ndërkohë ne do të kalojmë të ndjekim edhe një herë sërish parashikimin e fatit dhe më pas një hapësirë reklamash. Horoskopi i ditës së sotme. Dashi. Kur planeti i Marsit vjen në shenjën e Dashit në datën 19 shkurt do të ndjeni si njeri i ri. Për fat të mirë do dilni në pa, tani pasi keni zhëndruar shumë kohë pas skenave. Hëna e re do t'ju shtyp për të qenë më filozofik, më intelektual dhe më shpirtëror. Përpiquni të gjeni balancën. Demi. Do t'ju jepet një hënë e re që sërish qëndron në zonën tuaj të karrierës në datën 18 shkurt, duke ju dhënë një tjetër sukses dhe një fillim të ri. Pjesa e dytë e kësaj jave do të jetë një moment i mirë për të çliruar dhe të drejtoni syt nga e ardhmja. Binjakët, hëna e re vjen në sektorin e karrierës dhe të statusit tuaj dhe do të jetë një fillim i mirë për ju. Përpara se të bëni debutimin tuaj, do duhet të trajnoheni. Mos harroni t'i falni vëmendjen tuaj të tjerëve. Me planetin e Neptunit në hënën e re, ambicia juaj do ketë gjithashtu më shumë altruizëm. Gaforia. Kjo pjesë e vitit nënvizon ato gjëra të cilat janë më të rëndësishme për ju dhe kjo do të thotë gjëra brenda dyreve të shtëpisë. Përpiquni të ndani çdo mendimin tim me partnerin tuaj. Hëna e re do t'ju shtyjë të bëni diçka të tillë. Luani. Hëna e re do t'ju sjell pak déjà vu, duke qenë se do reflektojë në sektorin tuaj të marrëdhënieve, mund t'ju jap një mundësi të dytë për të rikthyer me dikë. Do merrni një vendim të rëndësishëm gjatë ditëve që vijnë. A do bashkoheni me partnerin apo do vendosni të ndaheni? Virgjëresha. Mund të ketë kaluar një muaj nga viti i ri, por javët e fundit ka qenë një mundësi fantastike për të rishikuar shëndetin tuaj. Dhe gjithashtu mirëqenien dhe planet në këtë drejtim gjatë 2015-s. Mund të jeni rikthyer palestres ose të keni përdorur teknologji që do t'ju ndihmojnë të qëndroni besnik planit tuaj të përmirësimit fizik. Peshorja, hëna e re qëndron në sektorin tuaj të romancës, të argëtimit dhe ky është pozicioni juaj i preferuar. Hëna e re do të jetë në sektorin tuaj të romanticitetit për ca kohë, kështu që Saturni do t'ju bëjë pak presion për të marrë një vendim rreth një romanceje. Akrepi. Planeti i Marsit, i cili është drejtuesi juaj, do arrijë në shenjën e re të Dashit në një periudhë 5 javore. Marsi në shenjën tuaj do t'ju shtyjë të motivoheni të organizojeni dhe të filloni një regjim të ri fizik. Sot dhe nesër është një moment i mirë për të reflektuar përpara ardhjes së hënës së re. Shigjetari. Brenda këtyre ditëve do t'ju vijë një përgjigje mjaft e bukur. Fundi i muajit shkurt fillon t'ju karikojë dhe kjo energji ju mungonte prej shumë kohësh. Tani mund të vendosni të ndryshoni drejtim në punë apo në dashuri dhe përjetoni një emocion të veçantë. Briciapi. Sot fillohet me hënën në shenjën tuaj zodiakale. Brenda fundit të muajit shkurt do të keni shumë për të diskutuar. Sa i përket punës do ndjeheni pak nervoz, por do t'i çoni gjërat përpara në rregull. Nëse mendoni se ju është bërë një padrejtësi, do të bëni të mirë të flisnit. Në dashuri mund të nisë një periudhë e çuditshme. Ujori, brenda ditës së sotme keni mundësi të fitoni një sfidë, por më tepër brenda fundit të muajit mund të bëni protagonist të një historie dashurie. Kujdes për ata që kanë një çështje ligjore apo diçka tjetër që e keni lënë pezull, do t'ju bënte mirë t'i kushtonit më shumë vëmendje. Peshqit. Sot ndjeheni shumë të karikuar, situatat që kanë lindur së fundmi në nivelin dashuror mund të ecin përpara shumë shpejt. Nëse jeni në krizë brenda muajit qershor, duhet të rivendosni përfundimisht rrugën që do të merrni. Ndërkohë që ne rikthehemi këtu në hapësirën e temës së nxehtë të ditës. Në fakt, dua të kujtoj për të gjithë ata të cilët nuk na kanë ndjekur që nga momentet e para të prezantimit bashk, sot kemi vendosur të trajtojmë një problematikë e cila ende nuk ka marrë zgjidhje. Pritet që rreth orës
13 përpara institucionit të kryeministrisë të zhvillohet një protestë për një leje të dhënë nga Bashkia e Tiranës në lidhje me një pallat 17 katësh, kjo në zonën e Digës pranë liçenit artificial. Pikërisht për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, unë kam të ftuar sot në mëngjes zotin Sazan Guri, të cilin e falenderoj. Mirëmëngjes zoti Guri. Ju falenderoj që jeni ngritur herët për të ardhur dhe për të folur për shikuesit tanë në gjithë impenjimet e shumta që kemi, dim që mbrëm deri vonë keni pasur impenjime për të ndihmuar në zonat të caktuara të Shqipërisë nga bllokimet e dëborës. Faleminderit që jeni këtu. Ju na keni ardhur edhe me juristin zotin Artan Manushaqja, të cilin ne do ta dëgjojmë duke folur dhe në aspektin ligjor në lidhje me këtë çështje. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, mirëmëngjes. Konkretisht, çfarë qëllimi ka kjo protestë përpara kryeministrisë? Ju keni zhvilluar dhe protesta të tjera më parë, ndërkohë që duhet të cilësojmë që leja është dhënë nga Bashkia e Tiranës apo jo? Nuk është në tepër proteste sa një bashkëpunim me qeverisjen e madhe kësaj radhe, që është me zotin kryeministër, pastaj pak më vonë me zotin president, edhe me zotin krye parlamentar, edhe deri ke zoti Basha, zotin që është në funksionin e kryetarit bashkisë që ka qenë dhe iniciatori i kësaj. Ne nuk kemi qëmbrojmë aty veç të drejtës publike. E drejta publike në këtë rast është veç hapësirave publike, hapësirave gjelbërta, hapësirave për qytetarin që janë përcaktuar, prej 50 vjetësh, 40 vjetësh para viteve 90 dhe edhe 25 vjetësh përcaktuara qartësisht me vendime, me ligje, me rregulla, deri në vitin 2013 që është plani i përgjithshëm urban, ku kjo zonë në ndig, jo pa qëllim, lihet një hapësirë shumë e lehtësuar me objekte shumë të veçanta që i shërbejnë liçenit, që i shërbejnë parkut, që do të thotë në një kopsh muzeal, në një kopsh botanik, një tjetër frymarrje dhe që është zonë publike për gjithë hapësirën e ndërtuar rrotull komunës Parisit apo rrotull saj. I lëm parametrat mjedisor, sepse ndonjëherë të mbledh edhe nuk duan t'ja dinë për treguesit e mirëfill të qytetarit, por ka një rregull tjetër, që është vendimarrje botërore. Qysh në vitin 1898, International Communitary Law, ligji ndërkombëtar i njerëzimit, edhe një herë pra, 1898, i cili është dhe në atë rezolutë që ne jemi drejtuar, që do vej sot, që kemi këtu këtë rezolutë, i cili ai ligj International Communitary Law thot që në asnjë rast, në asnjë mënyrë, madje edhe në raste luftrash sot ai, nuk ndërtohet në ndig. Dhe ka detyruar të gjitha vendet e botës që të respektojnë këtë ligj. Pavarësisht se në ca vende të botës ka ndodhur ndërtime në ndig në vitet 1920-1940, kohë lufte, për qëllime të ndryshme, por nga 68-a, kur janë prishur 2 diga si në Itali dhe në Amerikë dhe kanë marrë me mira jetë njerëzish, nga ky moment në gjithë botën sot nuk ndërtohet në ndig. Sepse është tjetër gjë bazamenti në ndig që ti ndërton çat duash, edhe 20 kaçë, edhe 200 katësh, dhe tjetër gjë është marrëdhënia e këtij ndërtimit me digën. Pra, një inxhinier gjeolog si puna ime mund të thojë që çka ka toka, mund ndërtosh, po mund ndërtosh në ndig, nuk është problem e tokës në ndig. Problemi është që gjatë ndërtimit ti do ndikosh se s'bën në marrëdhëniet me digën. Dhe pastaj diga në një ekuilibër që është sot, kthehet në një vepër e rrezikshme kundrejt këtyre ndërtimeve që do bëhen në ndig. Prandaj neve në këtë rast do të flasë edhe avokati juristi, po në këtë rast ne nuk kemi absolutisht, e shpreh shumë fort këtë gjë, nuk kemi absolutisht sikur 1 gram marrëdhënie të kundërt me biznesin, me pronarët, pronari le të gjejë qeveria, shteti, apo ai që la le të gjejë marrëdhënien se si mund të kompensohen, biznesi të gjejë marrëdhënien se si të shlyen ato studime të shumta që ka bërë, por e vërteta është që ata të ndërtojnë ku të duan anësh digës, mbi digë, por në digë është e pamundur të ndërtohet. Konkretisht kush janë mbështetësit tuaj zoti Guri? Po ne në këtë çështje mbështetësit tanë para do të ishte vetë qeveria, zoti kryeministri do të ishte mbështetës, zoti president do të ishte mbështetës për shkak të sigurisë, sepse diga është pjesë e sigurisë kombëtare. Do marrja e jetës, atë çfarë është siguria kombëtare që mbron jetën e qytetarëve vet, e qytetarëve vet. Ku ne të vërtetojmë me shkencë që kjo siguri kombëtare është e kërcënuar, atëherë presidenti ka rol tash. Tjetër është mbështetësit tanë janë shumë. Ndërkohë ka ai që është si thua jo indiferenti kryesor në këtë rast është shumica e qytetarëve që nuk ja u ndjendi.
qytetarë që kur i pash pardije në atë protestën që bëm në 10.000 veta, erdhën 5 veta, 100 ishim neve dhe 5 erdhën nga rallët e atyre që ishin kështu indiferent, të lishëm, ndoshta thoshin vazhdoni, ndoshta e kanë nga mosbesimi në marrëdhëniet me shtetin, me qeverinë. Ndoshta janë lodhur. Ndoshta duhen gjykuar arsyet sepse veprojnë të kështu, por gjithsesi. Dua të drejtojmë pak avokatit. Zoti Artan, a keni depozituar pranë institucioneve përkatëse kërkesat tuaja? Aktualisht, çështja e digës është në proces sepse vendimi për pezullimin e ndërtimeve të liçenit artificial është ankimuar nga pala padice që në rastin konkret është biznesi dhe subjektet private dhe nëpërmjet një vendimi të ndërmjetëm që cilësohet nga gjykata për pezullimin e pezullimit të vendimit të Inukut u pezulluan ndërtimet e liçenit. Që në këtë moment filloi edhe reagimi jon qytetar, cilat ishin arsyet, faktet dhe kemi bërë kërkesa në institucionet e caktuara për të bërë procesi më transparent, për së vërtetës kemi ndeshur shumë burokraci. Çfarë përgjigje keni marrë konkretisht prej tyre? Aktualisht përgjigjet janë marrë në mënyrë konfidenciale, jo zyrtare. Pra jo shkresore. Jo shkresore, janë bërë kërkesat nga zyra për mbrojtjen e qytetarit, por aktualisht nuk kemi marrë. Në rrugë konfidenciale kemi gjetur disa dokumenta, të cilat edhe Inuku nuk ka qenë transparent në procesin që ka ndërmarrë përsa i përket ndalimeve të diga liçenit. Atëherë, Komiteti Digave, Kombëtari Digave, në datë 6 janar të vitit 2015 ka marrë një vendim i cili hedh poshtë 2 vendimet e para të 2014 të Komitetit të Digave, të cilat ishin marrë pa kvorumin e nevojshëm dhe kësaj procesin për ndërtimet atje dhe lejen e zhvillimit e bën nul sipas përsaktimeve ligjore dhe sipas përsaktimeve të kodit procedurës administrative. Që do të thotë, ne 116 i kodit procedurës administrative. Pika C, një nga kriteret është kriteri procedurial. Pra kriteri procedurial, leja studimore hidrologjike, që nuk është miratuar për shkaqe të arsyeshme të rrezikshmërisë shoqërore, nga pikpamja shkencore, bëhet nul kjo lejë. Merr fund historia këtu. Tani, në moment, ankimimi parë që është bërë nga Inuku nuk është paraqitur dokumentacioni me sa kuptojmë ne, sepse ne këtë po kërkojmë tani. Na vjen dokumentacioni në dispozicion dhe të shikojmë çfarë ankimimi kanë bërë ata, se ankimimi mund të jetë bërë më përpara dhe këtu jemi futur në një qerfull, në një rreth vicioz procedurial, ndërkohë që punimet vazhdojnë, ndërkohë që rrezikshmëria rritet. Standardet europiane janë një anë tjetër, ato që përmendi profesori, por këtu ka dhe një problem tjetër. Nëse ndërtohet e diga, kemi 640 diga në Shqipëri dhe kjo do bëhet precedent për 640 diga. Do bëhet precedent dhe këtu ka rrezikshmëri të lartë. Nuk është një rast pra, me pak fjalë, ndërtimi atje me vendimin e digave bëhet absolutisht i pavlefshëm dhe duhen vlerësuar edhe profesorët e nderuar që kanë mbajtur në këmbë interesin qytetar, jo interesat individuale të fshehura. Prej sa kohë keni denoncuar si çështje këtë? Ne kemi Nuk flasi profesor. Ditë e parë që është vënë tabela, ne kemi qenë 3 veta, edhe 3 kolegë, 3 shokë, zoti Ferunaj, Gazmend Bujari, edhe unë 3 veta. Që ditën e parë që është vënë tabela, të nesër në 12 gusht, ne kemi dalë 13 gusht. Dhe kemi thënë që pavarësisht që jemi pak veta, bile keni qenë ju jeni më nga televizionet, ju do bëj qeve, jo se jam ke juve. Po e them apo ja ta dëgjojnë tjerët, televizioni ai ka qenë më koherenti, më konsistenti, çfarë që ka mbajtur gjatë si çështje. Nuk jam i bindur që nuk keni ndonjë interes aty, si kundër nuk kam ndonjë interes. Por keni parë që hapësira publike, e drejta publike shkelet. Dhe në këtë rast atë që ndoqim, që tham, pastaj ka vazhduar u bënja 2 muaj politike, ku ne nuk dolëm gjatë tyre 2 muajve. Shtatori, për shembull, që dolën shumë herë, 2 artanët kanë dalë shumë herë, po s'janë meti, ku janë ti? Mi po thonë, gojët e liga thonë që në njëri nga ta më duket se ka ndonjë firmë. Aty ka firmos në një diçka. E po ku janë këta 2 artanët? Atë kuptohet tamam që kanë dalë për interesa politike, diku për të bërë deputet, diku ku janë? Nëse ne kemi qenë njësoj, mbrojtje qytetarit. Sa zangurit i të shokët e vet në mbrojtje qytetarit, pa interes fare. Edhe kur delën për planin e përgjithshëm urban të Tiranës, sepse ai plani i përgjithshëm urban i Tiranës, ai e ka, jo ta them ti. Unë do të ndalem pak më vonë tek plani, sepse është gjë e rëndësishme. Zoti Sazan, konkretisht, a keni presion për këtë çështje? Jo, me thënë drejtin jo. Nuk kam presion. Asnjëherë s'kam pasur presion, bile mbaj mend një rast me Juve kemi qenë në portin e Durrësit ku vinte një që sill një skrap nga Malizi, Kroacia, dhe zotnia bëri disa ditë heqje lirie, edhe më tha profesor, thaj, kur mora vesha si shërben as i krau, nuk i shërben as i biznesi, Allah do të treja burg i bera.
sepse tha jam I bindur ta që si shërben njeriu dhe kështu që nuk kam gjë me ty tha. Kjo marrëdhënie unë jam shumë I kënaqur e kam me të gjithë. Nuk ka çështje që mund të jetë pro Bashës, pro Ramës, kundra Ramës, kundra Bashës. Jo, presioni mund mos jetë vetëm nga politika, prandaj ju pyet. Jo, nga gjithë anët. Nuk kam presion. Nuk kam presion sepse jam I bindur për këtë që unë komunikoj marrëdhënie me qiellin, me si dushti. Nuk është psikopatizëm, po është një marrëdhënie e sinqertë që unë kam me natyrën, me mjedisin, me qytetarët. Nuk kam I le, s'kam as I le në marrëdhënie. Edhe ata e kuptojnë shumë mirë që unë nuk I shërbej në dikundi, interesit caktuar, bravo. Kështu që ne inxhinierisë po I shërbej. Inxhinierisë time, 2 inxhinier gjeologjie me 7 licenca, inxhinier mjedisi me 2-3 licenca. Atëherë këtë I shërbejti. Edhe I shërbej qytetarëve, të cilët pavarësisht që janë apatikër, pavarësisht që ka dalë gjumi I mesjetës 500 vjet nga koha e otomatit, sepse kështu është mësuar shqiptari që do lejen nga ta japi sultani nga porte lart. Edhe megjithatë, po I themi shkurt. Çfarë keni parasysh kur thoni se ky projekt është një monster që rrezikon të gjithë zonën e Tiranës së Re? Po pra, sepse sepse vetëm në momentin që u hap një çikrik atje dhe çikriku nuk kthehesh mbrapsht, që ishte komanduar pra uji I liqenit. Atëherë ne dim të gjithë, unë kam jetuar ke komunë e Parisit, ku kishte 1,5 metra lartësi ke rrugë e komunës Parisit, vetëm nga një që punonte dhe spunonte 2002. Punonte dhe spunoi çikriku pra, vetëm për kaq. Ndërkohë që mendohet që diga, nëse një tërmet të paparashikuar që ne dim tërmetet nga 1900 edhe këtej të matura, po nuk dim tërmetet që janë 200 vjeçare, ka 100 vjeçare si cikël, si sekuencë. Atëherë një tërmet që ndodhet në 100 vjet apo 200 vjet mund të jetë tërmet shumë I fuqishëm. Dhe diga digë ujmbledhse, nuk është ndonjë digë e tipit thjesht, e tipit Koman, që të ketë një qëndrueshmëri të madhe. Edhe ka një ekuilibër sot diga me atë që ka nën tem. Në momentin që ndërtohet, atëherë ndryshon komplet presioni, unë jam hidrogjeolog, ku ndryshon komplet presioni hidrologjik, ekuilibri hidrodinamik, madje dhe ato kunetat që bëjnë drenazhimin, që thot profesor Farudini apo të tjerët, Krisogoga, inxhinier pa numër të digave, po ca kanë kurant flasin, ca janë në moshë të thyer, ca mezi thonë dhe ndrohen ky ekuilibër dhe atëherë këto pallatet që do hyjnë 3 kate nën tokë, këto do bëjnë një presion shumë të madh ndaj digës. Pastaj është diga që cila rrezikohet dhe do bëj presion shumë të madh ndaj banorëve. Dhe ka një rregull që diga ndryshe nga të tjerat, që lumi del si punë përmbytjes një herë në 60 vjet, lumi del bën kaq dëm, ndërsa diga ka kështu 100% siguri në ndërtim dhe 100% e pasigurt në ndërtim. Domethënë, nëse një dikush tjetër vepër urbane ka 1% pasiguri, diga e ka 100% pasigurinë. Tjetër, diga nëse çahet 1 mm, nuk është më që si punë lumi që eci 2 metra kthehet mbrapsht. Po u çaj 1 mm brenda minutave, orëve, çahet me metra, dhe në momentin që çahet me metra. Faleminderit. Është shumë I shpejt, bile un kam thënë shpesh ndonjëherë të kuptojnë gazetarët, ndërsa kolegët inxhinier bëjnë sikur s'kuptojnë. Atë në momentin që çahet, vala e parë e thot tash inxhinier profesor Farudini, Krisogoga e tjerë. Vala e parë e digës është valë tërmeti 12 ballç dhe mbyt 3/4 e thellësisë ujit që ka sipër. Atëherë marrim rastin e ndryshimit klimatologjik të madh, ku kemi rreshje të bothme dhe diga mund mbushet 25 metra, 30 metra. Çfarë mund ndodhi situativ? Do të thotë që to 30 metra lartësi e digës, në 100 metrin e parë nën digë, ajo pushton 3/4 e lartësisë saj. Pra 30 metra, 3 i thon 20 metra. Po 20 metra për sipër 3 metra i thon 7 kate. Po e zëm lartësinë 10 metra të digës, që është minimalja. 10 metra i thon 7.5 metra që do pushtoj nëse diga çahet, që do të 3 katët e para, po 3 katët imagjino janë përmbytura, po vetëm presioni I madh që është 12 ballë tërmet, ai ishte pa parashikuar për një digë. Edhe ka studime amerikane ku në këto po ti shohësh me kujdes se si çfarë do lloj vepre të ketë nën digën, ato janë që gjitha I merr ajo si një turbi kështu, si një jo tufane cikloni, po si uragani brendshëm. Si uragani, faleminderit. Kjo është arsyeja që themi jo nën digë. A ka të drejtë bashkia kur thotë se ky objekt është në përputhje me planin urbanistik të Tiranës? Në fakt do të pyesja me cilin plan, sepse unë e di që nuk është vetëm një I tillë apo jo. Atëherë ju I keni marrë dhe përpara për të konkretizuar. Shiko, historia e liçenit artificial është një histori e dhimbshme, shkalvar. Në vitin 93, kryeministri Aleksandër Meksi, duke parë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, zhvillimin e qëndrueshëm që perceptohet që duhet ta mbajmë, ka kuptuar që kjo lloj shoqërie nuk është shoqëri racionale dhe mori një vendim për t'i dhënë një status special liçenit artificial. Në 2006 e futi e bëri pjesë mbrojtëse të strukturës Ministrisë së Rendit Publik. Në vitin 2004 është projekti që ka profesori, kryeministria teshëm, zoti Nanëmi VKM,
zonën e Nëndikës e kanë nxjerrë jashtë Vis Jeshile, që do të thotë nuk ndryshoi destinacionin. Në 2006 kryeministri Berisha, qeveria Berisha, ndryshoi destinacionin e zonës që po ndërtohet e diga, në zonë sportive, në zonë zhvillimore, që do të thotë zonë zhvillimore, do të thotë zonë ndërtimi. Kjo nën kuptohet. Atëherë, në vitin 2013, plani përgjithshëm urban i Tiranës, që një nga ekspertët ka qenë dhe profesor Sazan Guri, ja ku e ka kamera këtu, ja ku është pjesa e Jeshile këtu e digës, që nën kupton pjesë e mbrojtur e parkut, nuk lejon ndërtimin. E le hapësirë ta them. Nuk lejon ndërtimin e ma fal çik lutem. Banesave urbane. Të mbështesen. Atëherë në 2013 në planin e përgjithshëm urban që shumë vetë akuzuan profesor u bëre me bashkën u bëre me PD, këto janë marrëzira qytetarësh. Po ne u bëmë qytetarë pra. U bëmë qytetarë ku Tiranës i dhuruam një plan të shkëlqyer di. Le të thonë ç'a duan. Kur atje hapësira publike në Ndig u la hapësirë publike e paprekur, pa ndërtime. Pastaj më vonë është gjetur ai vendimi 2006-s ku thuhet që hapësira e terreneve sportive do kthehet në hapësirë ndërtimi. Mirë po, plani përgjithshëm urban është më i fuqishëm se vendimi 2006. E thyen, e ha atë vendim pra, sepse është plani përgjithshëm urban, u emiratuan në KRTRSH. Vendimi është grup qeverisje, qeveritarë, ministra, nëse plani përgjithshëm është shumë është vendim ekspertësh. Është më i gjerë pra, më i madh vendim ekspertësh. 30 ekspertë kanë ndendur pranë zotit Basha, një vit e ca që menduan çai bëhet Tiranë, ke lana, ke kjo. Pra u tha që ky plan do jetë i paprekur. Atëherë pikërisht ky na mbështet neve, jemi koherent. Atë që thamë në projektin e planit përgjithshëm urban dhe atë që themi sot. Konkretisht nga ana ligjore përbën problem ajo çka po diskutojmë deri tani, sepse ju po i merrni hallkat dhe në rend kronologjik, që në momenti i parë deri në momentin aktual. Atëherë paraprakisht duhet përmendim që plani rregullues i përgjithshëm i territorit Tiranës është një argument ligjor që nuk do ndërtohet. Argumenti i dytë, edhe nëse kjo zonë nuk është brenda projektit, është zonë që futet që mbulet në jurisdiksionin e ligjit për mbrojtjen e digave. Që edhe nëse nuk është e mbrojtur është vendimi i Komitetit Digave që bën absolut pavlefshëm. Kështu që vendimi 2006-s, që vendimi i vitit 2006 që ka dhënë arsyetimin për sigurimin e padistë nga gjykata, unë mendoj që është edhe i padrejtë sepse gjykata duhet ta shikonte çik më me racionalitet këtë pjesë, pavarësisht se në pikpamja ligjore kemi dhe vendim gjykatës lartë që bën interpretimin që vendimi për pezullimin e vendimit nuk mund ta shikojë, nuk mund të përputhet me themelin e çështjes, sidomos nuk bazohet në fakte juridike, por ndërkohë krijon edhe nuk duhet krijojë edhe një perceptim të gabuar për gjykatën për veprimin përfundimtar që duhet marrë. Pra, që do të thotë, gjykata mund të ishte thelluar më tepër, mund të kishte gjetur vendimin e KKDM-s, sepse ky tani është një fakt publik. Ky problemi i digës është një dimension publik, dimension qytetar që nuk po shtrohet sot. Ka dalë nga sallat e gjykatës. Unë mendoj që gjykata do ta shikojë me qetësi dhe do reflektojë për këtë pjesën edhe në vendimarrjet më e vonshme besoj. Fakti që me vendim qeverie nuk ka asnjë lejë ndërtimi deri në maj të këtij viti, a e bën të paligjshëm këtë objekt? Po e bën të paligjshëm sepse janar 2006 e tha juristi, janar të këtij viti që jemi, një muaj pak përpara. Kemi një komitet digave me kurum të nevojshëm. Ku qofse ai i pari që me pa kurum, do të thotë që pa vendimarrjen fuqiplot të gjithë antarëve, ku një antar e dëbuar, një antar e nxorur, një antar tha jo dhe iku, një antar etj, ku një zot ministër, njëri fantastik edhe e them edhe në shprehjen e asaj të Emirnjohë, zoti Stavristani, kur të bashkohet dielli me tokën, ai do japun leje për digën, tha ai. Po tash e mori me vete këtë fjalë, po e la ke neve e ka lanë të shkruajtur. Atëherë në këtë gjendje që jemi sot, le të lëm parametrat mjedisor, parametrat shëndetësor, ti pyet, ti nuk pyet për qytetarin, le të lëm këto pra. Është një marrëdhënie vetëm që komiteti aktual i digave e bën nul ndërtimin në dig, sepse është mbështetur në vendimin e madh ndërkombëtar të digave pra. Kështu që shumë qytetarë që janë mosbesues, edhe tani duke ardhur, edhe shoferi juaj, profesor bëj çfarë duash ai, ato do ndërtohen. Po zës ministra, të thotë zës ministri ato do ndërtohen. Zoti Ylli Manjani ti, ku është zoti Ylli? Ja të them që këtu, si herë mos kesh besim ti. Ke ka dhe shpinë zoti Ylli Manjani aty ti. Edhe nuk, jo se nuk është ashtu, por dorëzohen kollaj. Ndërkohë, kur edhe vetë pronari ti të kompensohet, biznesi të kompensohet për studimet që ka bërë, të shkojnë pas Kuqan, të shkojnë anash digës, 70 kaç. Atë që do bënë 17 kaç, ta bëj me një zero përpara, 170 kaç, si bie, me zero mbrapa. Sa doj. Po në ndig jo mërdi, zoti theme emra. Belbele, ata kanë thënë vetë, zoti kryetari i dhomës tregtisë Nikolin Jaka tha vetë, na futin qoshokak tha. Na kanë futur na e hodhën tha, na e hodhën ato zotohet kurtes e di. Edhe fal, ta them, pas Kuqan kemi ndërtimin në ndig. Atëherë rast, Shqipëria është vetëm rast, ke një në Ragam, ke një në Paskuqan, edhe kjo që po e bën shteti. Falim ta privatët, i falim që budallëk individual, po budallëk shtretëror
të shkosh drejt Europës me ndërtime në ndikë shtetëror, kjo nuk e pa fart. Edhe Paskuqani na mëson. Sepse ka një kapitull në studimet tona inxhinierike, lesson to learn, mësime për të mësuar, ose mësime është mësim në gjuhën e popullit. Paskuqani tani, Paskuqani ka një 200 shtëpi në ndikën e Paskuqanit. Dhe që të gjitha janë me egrasi. Uji rrjedh nga diga, hyn në formë se uji ka forcë kapilare uji, vertikale që hyn nga poshtë, edhe shkon edhe ankohet ai qytetari, po në këtë rast kuptimin e më të saktë fshatarit. Fshatar sepse s'ka pyetur edhe s'di të jetojë. Edhe ndërton në ndik ti pap që gjyshi ti s'ka ndërtuar kur në ndik ti, se ti isha shumë do kishe. Edhe tash bankohet dhe pastaj do këta sapogusës tonë. Prandaj dhe dihen neve vajte për një model tjetër, sepse ndihmat Novosel po shkojnë për dyqane po shiten. Nëse ne quam në një zonë të humbur, 1800 metra lartësi në Gramsh, në Rovje, në Kodovjak, në Kokur, ku atje pula hante gur, ku atje zoti Rama i ka thënë banorëve në 2009 që Shqipëria izoluar nga Europa, ndërsa Kukuri i izoluar nga Shqipëria, ndërsa ti ku vetëm ne Rova ishte izoluar nga Kokuri. Pra imagjinote ç'është është. Sot në fakt ka procese gjyqësore që po e trajtojnë në lidhje po trajtojnë leje abuzive, le të themi, të dhëna nga bashkia në qytete të ndryshme të vendit. A nuk është edhe ky konkretisht një rast i tillë, konkretisht për shembull, objekti është mbi 9 kate. Kriteri vendosur nga Këshilli i Rregullimit të Territorit. Objekti konkretisht është 17 kate. Këta, me thënë drejtën, biznesi nuk ka faj, sepse i ka respektu shumicën ose rregullat edhe vendimin që është... Dhe pse nuk merret dhe prokuroria me këtë çështje? Po pra, biznesi nuk ka faj. Biznesi këtu është futur në qoshakak me tërë kuptimin e fjalës dhe duhet ketë këtu ka nevojë edhe për një hetim administrativ të plot, në struktura shtetërore në radhë parë. Sepse hetimi duhet fillojë në strukturat administrative, që do thotë duhet shikohet me mprehtësia e leja e zhvillimit, duke filluar që nga Bashkia e Tiranës, që nga institucionet e tjera, duke filluar nga Tirana, nga interesi publik më i madh, dhe ne nuk kërkojmë asnjë gjë tjetër, vetëm të respektojnë standardet. Nuk mund të pranojmë neve modelin e lindur të një gjendje njerëzore të trashëguar kaotike. Ka mbaruar kjo periudhë, që në periudhën e Rinascimentos, njeriu duhet jetë aktiv për mbrojtjen e interesave të vet, në rastin konkret. Nuk mund të pranojmë ne që Tirana ka qenë geto, do ta lëmë geto të ndërtohet akoma atje, ku ligji nuk e lejon. Rrezikohet jetë e qytetarëve në mënyrë të drejtë për drejtë. Ky është alarmi i parë. Sepse ç'a ndodh? Ne na njan vëm në Fier, në Vlorë atje, çojmë ndihma për të përmbyturit, kurse këtej krijojmë precedenti për të përmbytur njerëzit. Se s'ka kuptim kjo pjesë. Nuk ka kuptim kjo. Morë vesh që banka sikishin ndihmuar bizneset, e ka për të lamin. Oke ju, oke diku tjetër. Që banka, ai nuk ka drejt të marri nga një dëmshpërblim, sepse nuk kanë siguruar. E siguruar për elektrik, për zjarr, po jo, sepse ishte në banka, që je në zonë të kuqe, ishte në përmbytje, në Novosel. Edhe unë këta kam thënë si gjeolog, kam thënë që si mund të ti ndërtosh kompleks zjarr, kompleks pulash pranë bankinës së lumit. Edhe banka vet nuk e kishte pranuar studimet për të mbrojtur për shkak të zonës kuqe. Dhe fundit fare aty do të them diçka aty. Se mos harroj. Ore, kjo s'është puna jonë kjo. Kjo që bëjmë neve ti, kjo është vullnetare. Kjo ne skemi ndonjë projekt. Faktu doja të dilja, besoni vërtet te kjo kauzë apo bëni thjesht detyrë si qytetar? Si qytetar, edhe besojmë këtë kauzën. Po e beson apo jo? Ja le dalë një organizëm, një biznes, një rreku, që është Qendra Rajonale Mjedisi që jep projekte të tilla, le dalë të thotë që grupi filan ka marrë sikur një qindark. Një qindark. Edhe ato tabela që bëjmë ne, ja edhe këto janë kosto, i kemi bërë vetë në çket, gjynat. Edhe mendojmë që në vend se të pinim kafe të shumta të brish e tjera, edhe bëjmë ndihmojmë qytetarët, sepse edhe fundi mendoni të drejtë, si mundet që gjithë ato institucione publike ku i bëj thirrje shërbimit gjeologjik, i bëj thirrje Institutit Sismologjisë, i bëj thirrje shërbimit hidrologjik, hidroteknik, i bëj thirrje kryeministrisë institucion. Si mundet ta mos e shprehen, mos e japin atë prononcimin e tyre në gjuhën moderne. Pra ka një indiferencë. Ka indiferencë e madhe. Si mundet? Ne po ndihmojmë ty. Edhe atëherë shikoj, pas le dalë një inxhinier, gjeolog, si punë ime, inxhinier mjedisi si punë ime, thoj, ai profesor Guri më duket se po ja vesh kot. Le dalë. Po s'ka dalë njëri, më gjatë kam qeft, më thoj njëri e gabim vëllai. Le të shpresojmë që kjo bisedë dhe ajo çka do të ndodhi sot në orën 13 para kryeministrisë të ndërgjegjësoj indiferencën qytetare dhe institucionale. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu dhe shpresoj që të kemi folur për veshët e duhur për gjithë ata që na kanë ndjekur. Faleminderit dhe ju uroj suksese në kauzën tuaj dhe në kauzën tonë përbashkët. Brava, çu po. Miqtë e mi, ju falenderoj që na ndoqët.